Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot është dita e enjte, 10 Rabiu Thani, vitit 1447, 2 tetor vitit 2025. Edhe 139 dit I kemi deri Ramazan. Para jush do paraqes një ajet kuranor, ku Allahu dhu xhelal në surën Jusuf thot kështu, e përmend bisedën që bante Jusufi alayhis salam me shokët e tij në burg. Ja sahibej sijn, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار o shokët e mi të burgut. A shumë zotra të ndryshëm janë më të mirë apo Allahu I cili është një nga dhimtar triumfues? Thot që Abu Ishaq el-Huwaini, Allah e mëshiroft dhe në gjenet Firdaus e gëzoft, thot që shokëve të burgut u tha shok, I ngritin pozitë nartë. Pse kjo? Sepse nëse mes teje dhe dikujt që bisedon ka pengesa, atëherë ata nuk të kuptojnë ty. Andaj I afron ata tek ti me fjalë përgdhelëse që në momentin kur jep mesazhin dhe porosinë ta kuptojnë ata për teje. Andaj Ibrahim Adhemi, rahimullahu taala, si mesazh për këtë ditë thoshte, ai që nuk solidarizohet me njerëzit, me pasurinë, ushqimin dhe pijen që ka, atëherë së paku le të solidarizohet me te kur I takon, tjetë fytyr hapun dhe të cilët me ta me sjellje të mirë. Do të kjo është porosi madhështore që duhet ta kemi në komunikim me zvete. Stina e dimrit vjen në 1 Recep 1447 ose 21 dhjetor vitit 2025, që do thot edhe 81 ditë kemi derisa vjen stina e dimrit, megjithëse rreshtet e para të borës në malet tona në Ballkan, në Sharq veç kanë fillu. Dhe porosia e fundit në këtë sqarim kalendarit islamik, thot kështu, mos u ndal te pengesa e parë që del në rrugë, sepse dështimi I vërtet është dorëzimi. Porosi e artë. Mos u ndal në pengesën e parë që del në rrugë, sepse dështimi I vërtet është dorëzimi. Vazhdo, kontribo, ec përpara. Një buqet me këshilla dhe porosi që dëshirojmë na kujtojnë edhe kalendarin islamik, po edhe këto porosi fetare që me to ta mbushim mendjen dhe zemrën dhe të ecim përpara, duke kërkuar vazhdimisht që Allahu të na mbulon me mëshirën dhe bekimet e Tija, na I pranon adhurimet dhe lutjet tona inshallah taala dhe të ndihmon muslimanëve kudo që janë ata.